Një aksident automobilistik ndodhi mëngjesin e kësaj të martë në afërsi të fshatit Dedej përgjatë segmentit rrugor Puk-Qelës. Dy foristrada u përplasën njëra me tjetrën duke shkaktuar lëndimin e shtatëndzonësve që po udhtonin me mjetin tip Benz Foristrad Metar Shkodër 0103D drejt shkollës 80 Qelës. Fillimisht në qendrën shëndetësore të Qelës u paraqitën vetëm 3 nxënës, por komplikacionet e shfaqura sa erdhën dhe shtuan numrin e nxënësve të lënduar që kërkonin trajtim mjekësor. Në vendin e ngjarjes ka mbërritur pak minuta pas ngjarjes vetë kreu i arsimit Nikolin Prenga, i cili ka ndjekur nga afër të gjithë situatën e krijuar. Me të marrë informacionin për këtë ngjarje, urgjentisht bashkë me gjithë stafin e zyrës arsimor, ne jemi në vend ngjarje. Fatmirësisht nuk ka dëme serioze në fëmijët, janë të traumatizuar, po trajtohen nga mjeku dhe personeli mjekësor i qendrës shëndetësore Qelës, dhe shpresoj besoj që gjithçka do të mbyllet mirë. Ne jemi këtu bashkë me mësues, me drejtorin e shkollës dhe po marrim masat për çdo lloj gjëje që të gjendemi këtyre fëmijëve në nevojë për ditën e sotshme për t'u shërbyer e për ta kaluar këtë goditje aksidentale pa pasojë dhe pa dëme të tjera. Për ekzaminime të mëtejshme, mjekët u detyruan të transportonin shtatëndzonësit e lënduar drejt spitalit të Pukës, atje ku dhe nuk kanë munguar tensionet e shfaqura nga ana e prindërve të nxënësve. Vetëm Siri ndodhin këto gjëra. Jam në 2 milionë shqiptar. Shqyqy se kanë pështuar, po ama... Po i ka pështuar se sa për ju kanë shku. Po pikërisht pra se i ka pështuar. Çdo rast, të janë çisa kon deputeti Vitor Dut, ai kanë ndonjë problem, çdo kryetari komuni, çdo deputeti zgjidh këtë problem se ka. Tu pastorun korris me ive. Ndër fëmijë që doan. Po ti ka shtëpi. Po i bani me te. Ai bani me te. Po jam mirë, ti shkruaj, ka sa çiku janë mirë. Kreu i bashkisë së Pukës Gjon Gjone, teksa ishte i pranishëm në ambientet e urgjencës ku vizitoi fëmijët, kërkoi një hetim të plotë të ngjarjes. Unë kam kërkuar në mënyrë të veçantë, kam kontaktuar drejt për drejt me shefin e komisariatit dhe i premtoj gjithë opinionit publik edhe këtyre prindërve të fëmijëve se analiza do të bëhet shumë e thellë dhe do të dalin gjithë përgjegjësitë përkatëse për njerëzit që e shkaktuan këtë moment, këtë incident. Transporti i nxënësve dhe mësuesve të Qelës, pak kohë më parë ishte edhe objekti një peticioni drejtuar strukturave vendore ku kërkoi zgjidhja e këtij problemi.